Të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë për të ndaluar tek moderatori Arbana Osmani. Arbana Osmani që në fakt nuk po bën zë vetëm në emisionin e saj, por po bën zë edhe tek të gjithë shqiptarët me deklaratat, me përgjigjet, por edhe me provokimet televizive. Tani, Arbana ka thënë kështu, unë kam krijuar miqësi që kanë zgjatur me vite. Të tëra në televizione me Alban Dudushin, Bojken Lakon, Xhemin, Eno Popin dhe Ledionin. Përfshirë këtu dhe Ledionin. Por siç duket, Arbana dhe Ledioni kanë prishur miqësinë e tyre. Do thoni pse? Sepse në emisionin Mirëmbrëma Yje, mysafirët që kanë qenë në kastin e të rriturve, kanë qenë personazhe që kanë treguar eksperiencat e hidhura që kanë patur me televizionin Top Channel. Ndërsa, në anën tjetër, në nismën e Big Brother VIP Albania vitin e kaluar, Ledion Liço thumboi Arbana Osmanin, por jam shumë i bindur dhe shumë i sigur që me datën 20 dhjetor, në momentin që ky Big Brother do të hapet, thumbi i parë që do të shkon do të jetë drejtuar Arbana Osmanit, sepse edhe Arbana Osmani, do me thënë, ka ofenduar në një farë mënyre, le ta themi, televizionin Top Channel. Nuk do të them ka ofenduar, por do me thënë, ka treguar eksperiencat e saj të hidhura dhe siç duket ka patur një hatër mbetje të madhe drejt këtij televizioni, apo ndoshta Arbana mund ta ndjen veten që unë jam e përdorur nga ky televizion dhe ky televizion mua më ka përdorur pafund. Por, në këtë mes, do me thënë, Arbana nuk e ka lënë pa cituar edhe Ledionin. Tani, Arbana me emisionin Mirëmbrëma Yje i ftoi të gjithë miqtë të saj që siç duket i ka patur të ndaluar t'i fton në televizionin Top Channel sepse ka qenë kjo lufta televizive që ka ndodhur mes televizioneve. Por Arbana vazhdon me shumë intensitet gjën e saj, do të thënë vazhdon me shumë intensitet punën e saj dhe na sjell një emision shumë të bukur. Unë në fakt kam pritur që Arbana dhe Ledioni të qetësonin veten e tyre dhe të tregonin atë anën pozitive dhe anën e mrekullueshme që mund të kenë, por ato nuk kanë treguar, nuk është se kanë gjetur një rrugë që të qetësonin shoqërinë e tyre. Do me thënë, ato pretendime që Arbana do të kthejë në top edhe pse Arbana vitin e para 2 vitesh nëse nuk gabojmë, kanë nxjerrë një fotografi nga topi që unë jam pjesë e topit, do me thënë ku grimohesh etj, por siç duket, marrëdhëniet më tash janë krisur që në momentin kur Arbana nuk e mori rolin e moderatores dhe sipas Ben Blushit, po të mos ishte ai Arbana kur nuk do të bëhej moderatore e Big Brotherit. Por mbi të gjitha, Arbana ka vendosur që të flet duke mos anashkaluar asnjëherë atë marrëdhënie që ajo ka krijuar me Ledionin brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, së Big Brotherit, por edhe brenda shtëpisë së madhe së Top Channelit. Por që tashmë ka një krisje, kjo gjë është më se e vërtet. Do me thënë që mund të ketë një bashkëpunim, nuk e besoj dot më, sepse Arbana tashmë ka marrë krejtësisht rrugtimin e saj, po bën emisionin e saj, po punon me shumë intensitet për emisionin e saj dhe nuk ma merr mendja që do të jetë pjesë apo që do të bëj një diçka, do me thënë, për të rilidhur me Ledionin. Që nuk kupton, Arbana e ka cilësuar, që do me thënë Xhemi i ka mbetur si shoqe, edhe pse punon në top, do me thënë Xhemi nuk është se ka kërcënim për të qenë mikeshe Arbanës, Alban Dudushin do me thënë e ka si mik, Bojken Lakon, Eno Popin dhe Ledionin, që tashmë me Ledionin siç duket kanë krisur të gjitha marrëdhëniet. Dua të marr mendimin tuaj, pse është i gjithë ky mllef, sepse Arbana edhe kur falenderon, do me thënë në Instagramin e saj, falenderon vetëm Dritan Hoxhën dhe jo për shembull zonjë Vjollca, Sarën, Lorin, edhe pse i kishte mike shumë të mira që tash në fakt nuk i shohin bashkë. Pse ndodhen e gjithë kjo zënke madhe mes Arbanës, Ledionit edhe krerëve të televizionit Top Channel?